Gjirokastra është ndëruar këto ditë në një skenë magjike muzike fal festivalit Gjiro Klasika që po zhvillohet nga data 22 deri në 25 maj 2025 në ambientet historike të qytetit. Ky festival ndërthur muzikën klasike me atmosferën unike të Gjirokastrës, duke sjell artistë talentuar nga mbar trevat shqiptare. Në mesin e pjesëmarrësve ka spikatur Ylli Haliti, një artist i ri nga Kosova, i cili interpretoi me ndjeshmëri dhe teknik të lartë në piano, duke marrë duart rokitjet e ngrohta të publikut. Unë jam Ylli Haliti, jam 18 vjeçar, vi nga Mitrovica në Kosovë. Jam pianist, merrem me piano për rreth 12-13 vite, nuk më kujtohet saktë. Muzikën e kam fillu kur kam qenë 4 vjeç, fillim kam shku te profesorisha Liria Lili Koshi në Mitrovic, më pas jam regjistruar edhe në shkollën fillore, Tifta Tashko të Mitrovicës, ku e kam pas profesorishë së bashku me profesorishën Lirie, profesorishën India Abrashi. Kam vazhdu deri në klasën e 9, edhe më pas jam shpërngull në Prishtinë për të vazhdu studimet në shkollën e mesme të muzikës Prenk Jakova. Aty e kam profesorish Arta Gërdovcin, po në privat shkoj te profesorisha Indira Qipa. Gjatë këtyre vite u kam marrë pjesë në për shumë recitale, gara nacionale dhe internacionale. Recitale kam pas në Mitrovic, është hera e parë që performoj në Gjirokastër, por kam qenë më parë si turist. Kurse në Shqipëri kam konkuru më parë në garën Epta, mos gabofsha 2 herë. Në kuadër të kompeticioneve kam marrë pjesë në kompeticione nacionale dhe internacionale, në mesin e tyre kam qenë në Itali, kam qenë në Shqipëri, në Kosovë e të tjera. Gjithashtu sot jam ndi shumë mirë në skenën e festivalit, salla ishte shumë e bukur tek kaleja e Gjirokastrës. Gjithashtu pianoja ka qenë gjendje shumë të mirë, është qenë akordu me pak para performancës, gjë që është shumë ndihmëse e madhe për performuesin. Publiku ka qenë fantastik edhe ndjenjat janë papërshkrueshme. Krahas këtij në skenë u ngjit edhe pianistja e njohur Moza Çabeli, e cila solli një repertor të pasur klasik, ndërsa sharmi dhe interpretimi i saj i thellë prekën zemrat e të pranishmëve. Sot ishte nata e parë e edicionit të 5 të festivalit Gjiro Klasika. Ishte një mbrëmje shumë e bukur, me spektator, me të ftuar, me fëmijë, konkurrent. Ishte një mbrëmje fantastike, do të ketë në vazhdimsi të tilla mbrëmje, do të ketë 5 aktivitete shumë të bukura. Në datën 24 do të jetë një koncert shumë i bukur në për qytetin e Gjirokastrës, në shtëpitë muze të Gjirokastrës, te Kadare, te Muzeu Etnografik, te ndoshta te Skëndulatët, te Mesi Pazarit. Do të jetë një atmosferë shumë e bukur në Gjirokastër me një koncert shëtitës. Organizimi i festivalit është realizuar nga Kristina Laço, e cila ka qenë frymëzuese dhe shtytëse e këtij aktiviteti, që po kthehet tashmë në një traditë kulturore të qytetit. Edicioni 5 i festivalit Gjiro Klasika është edicioni që i kushtohet të rinjve. Çfarë do të thotë të rinjve? I kushtohet të rinjve të cilët kanë një histori suksesi, janë artistët e rinj sot për sot të skenës shqiptare, por dhe jashtë saj. Kështu në vijim, sot kishim pianistën kosovar, Ylli Haliti. Në datat 23, 24, 25 dhe 31 do të jenë 4 koncerte mjaft të rëndësishme, pianisti Ivo Gjika, në 24 Laura Lozi dhe Eni Barbullushi, një duo fantastike, dhe në datën 31 maj është një koncert do të thoja shumë i këndshëm. Kemi korin Okarina që vjen nga Prishtina. Festivali Gjiro Klasika është jo vetëm një ngjarje artistike, por edhe një thirrje për promovimin e vlerave kulturore të Gjirokastrës, duke e bërë atë një piktakim të rëndësishëm për artin dhe muzikën klasike në rajon.